Në mbledhjen e kabinetit qeveritar, ku diskutua dhe propozimi i Këshillit Bashkiak për shkarkimin e Veliajt, ministrat vendosën pa debate të shumta për të miratuar vendimin. Argumenti zyrtar i Edi Ramës ishte se Bashkia e Tiranës nuk mund të funksionojë pa udhëheqës, duke u bazuar në mungesën e prezencës aktive të Veliajt në detyrë për 7 muaj. Veliaj e ka cilësuar këtë proces antikushtetues dhe pret që vendimi të apelohet në gjykatën kushtetuese brenda fatit 15 ditor, të parashikuar nga neni 115 i Kushtetutës. Sipas ligjit, çdo ankimim nga ana e kryebashkiakut pezullon efektet e vendimit të Këshillit të Ministrave deri në përfundim të shqyrtimit nga gjykata kushtetuese. Kjo situatë në të njëjtën kohë pengon presidentin e Republikës Bajram Begaj për të dekretuar datën e zgjedhjeve të pjesshme, pasi nuk ekziston formalizim i vakancës. Veliaj ka argumentuar se nuk ka munguar në detyrë me vullnetin e tij të lirë dhe se vendimi i marrë për shkarkimin e tij është një masë sigurie që e privon nga ushtrimi i funksioneve sekretar bashkie. Kërkesa e tij për të qenë prezent gjatë votimit në Këshillin Bashkiak nuk u pranua, duke ngritur debat mbi legjitimitetin e procesit dhe respektimin e të drejtave të tij. Nga ana tjetër, vendimi i qeverisë ka nisur menjëherë lëvizjen për fushatën elektorale. Partia Socialiste ka vendosur që drejtues të fushatës për zgjedhjet e pjesshme të kryeqytetit të jetë zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, e cila ka përvojë nga fushata zgjedhore e Fierit, ku socialistët regjistruan një fitore të rëndësishme. Objektivi i Partisë Socialiste është të sigurojë mbështetje maksimale për kandidatin Ogerta Manastirliu, e cila do të garojë për postin e kryebashkiakut të Tiranës.